Përshëndetje YouTube, mirë se erdhët në kanalin tim dhe mirë se erdhët në një video të re. Sot do jem pak a shumë gjithë ditën në shtëpi. Ashtu isha dhe dje në fakt, sepse i hym shtëpis me themel, i pastrum shtëpis. Them i hym sepse erdhi dhe mami dhe motra më ndihmonte, nga që ajo zonja që më ndihmon me punët e shtëpis ka gati një muaj, që me 19 shkurt kur filloi agjërimi, domethënë, që nuk më vjen sepse ajo është praktikante e fesë muslimane dhe gjithmonë muajin e Ramazanit nuk më vjen dhe është çik si shumë për mua që mos më vi gjithë muajin ajo zonja, sepse jam mësuar që treqerekun e punëve ajo mi bën, sidomos tani që jam pothuajse e pafuqishme fare, më merret fryma për gjon më të vogël. Kisha nevojë patjetër paktën të vitet më ndihmonte mami. Mami u mor me shpinë, motra më solli rrobat për bebin. Disa rroba që më kishte ble dhe disa tjera që i kishte nga të gosës kështu neutrale dhe mi solli për bebin. Mi sistemoj, me rregulloj. Ndërkohë unë u mora me drekën dje, u mora me disa sistemime të vogla, me rregullime dhe jam lot shumë. Dhe nuk kisha, me thënë drejtën, nuk kisha nerva që tapja kamerën dhe edhe të filmoja njëkohësisht dje. Po sot e kam vendosur të filmoj. Ju thash do jem më shumë në shtëpi, mund të dal në atë orarin që do marr Odi nga kopshti dhe ka mundësi sot ikim tek kisha e Laçit. Për shumë nga ju, sidomos ju që jeni besimtar tamam të fesë muslimane, mund të më gjykoni për këtë gjë që do bëj, sepse duke qenë se unë vetë jam muslimane, tamam nuk është se më takon të shkoj në kish, sidomos në këtë muaj, por unë nuk e di se ndjej një si tip lidhje shumë të bukur me kishën e Laçit, sepse sa herë kemi shku, kemi marrë një energji pozitive dhe sikur ne ndëgjuj çik ato lutjet që kemi bë atje. Unë besoj vetëm në Zot, sado që unë dhe familja ime dhe familja Lorit jemi gjithë musliman, po ne në përgjithësi besojmë në Zot. Mundohemi shumë ti respektojmë traditat e fesë tonë, por edhe të feve tjera. Unë për shembull ju keni vënë re që unë festoj, rregulloj shtëpinë ose dal bëj diçka dhe për Krishtlindje dhe për Pashkët. Ja tani për pak do vinë dhe Pashkët e do e shihni. Ju ndjekësit e vjetër e dini shumë mirë që unë dekoroj shtëpinë për Pashkë. Se jam tip që du të bëj gjëra që mu më pëlqejnë, që më duken të bukura. Nuk jam e drejtuar për shembull ose e fokusuar vetëm tek një gjë. Siç u thash, jam muslimane, por që nuk është se jam nga ato të devotshmet. Ju thash, besoj në Zot dhe vetëm në Zot. Kështu që me që sot fillonin të martat e mira, që më duket janë 13 marta, nuk e di se si janë, thash të ikim sot, sepse më mbrapa e di që nuk do mundem. Unë për pak hy tek muaji i 8, për punë një javë, 5 ditë, nuk e di diçka e tillë, hy tek muaji i 8 dhe e di që nuk do mundem dot të bëj rrugë, duke qenë se mendojmë që këtë fundjavë mund të shkojmë dhe në Peshkopi, tek fshati i familjes Lorit, mund të bëjmë një piknik të vogël dhe du ta mbyll, si më thënë, du të mbyll udhëtimet me këto 2 rrugët e vogla që do bëj dhe se pastaj hym tek muaji 9 dhe nuk jam më për asgjë, do merrem vetëm me gjërat e bebit. Tani unë nuk po zgjatem shumë, do bëj një kafe për veten time, sepse nuk e kam pi kafen. Mëngjesin e kam hëngra kështu cereali me kakao dhe me qumësht, po kafen se kam pi. Do bëj kafen dhe do bëjmë avash dhe rizoton. Vetëm risotto do bëj sot sepse më ka ngel nga dje gjella e verës, bona gjell vere. Unë gjell vere e quaj këtë me speca, me domate, me qep, nuk e di si e quajni ju. Dhe kam bë dhe pastiçe dje. Më ka ngel çik pastiçe, çik gjell, thash po bëj edhe një risotto, sa nuk i diet. Mund mos doj më Lori taj këtë gjellën, mund të kërkoj dhe Odi pilaf, se Odi vdes për pilaf. Dhe ta kem, bëhet kollaj, do ta bëj me
kam nga këto bizelet. Nga këto bizelet kështu të konservume, që mu nuk më pëlqejnë fare gjonat e konservume. Po unë jam tip që këto gjonat e freskta i çoj dam. Më prishen, i hedh në përgjithësi. Dhe thash më mirë po marr këtë. Kjo mund të më shkoj për 1-2 herë përdorim. Do t'i shtoj edhe pak specat, shoh nëse kam karrotë edhe karrotë, edhe i çik misër. Dhe nuk i di a do ta bëj me pana apo jo. Po kam mundësi edhe të thjesht, se herën e fundit e bona me pana dhe mund ta ndryshoj një çik. Dje bona edhe një kek që thash po e bëj, me që dje ishte nata e kadrit dhe tamam duhet po halv, po unë fillova të bëja halvën, veç kur pash që nuk isha arra dhe halva pa arra për mendimin tim nuk ka kuptim, dhe me që po e bonte edhe mami të shtëpia ime, po e bonte edhe mami të shtëpia vetë, shtëpia mamit dhe babit, po e bonte edhe Vjera të shtëpia vetë, thash njësoj është ajo punë, unë s'po bëj halvë, po bëj kek. Nisa të bëja një kek shumë thjesht në fakt, me rrushë të thatë dhe me lëkurë portokalli, po do t'i që ai doli jashtë mase i mirë, sa që për zotin nga dje në drek deri tani, që po flasim që është ora diku 10-11 e mëngjesit, ajo ka mbaru. E hëngrëm ishte shumë e mirë, me sa kuptova unë ai rrush i thatë që bleva tek Extra Market, që janë me ato qeset e veta, ishte shumë i mirë sepse momentin që ishte bashku me brumin, momentin që po piqte, ishin fryrë, ishin bo si flucka dhe më pëlqyn jashtë mase shumë. Edhe Lore e pëlqeu, edhe mami, edhe Erso e provoi dhe e pëlqeu jashtë mase shumë. Erso është kurna tim, burri motrës, dhe mbaroi, as tu pata mundësi me u treguja. Kështu që doli një kek i thjesht, shumë i mirë, që na pëlqeu të gjithëve. Tani mos vonohem unë, po bëj gati kafen, që të pasaj vazhdojmë dhe me risotton dhe me që të bëjmë me i gjonë në shtëpi. Ne i sistemim në gjë të vogël të bëjmë, po në përgjithësi sot kam qef, sa mret fryma. Sot kam qef të rritë të shplodhem, të marrë vete nga dje, sa që prandaj thash edhe nuk do dal fare, sepse ju thash lodhem shumë kollaj. Me çunin nuk e maj mend këtë periudhën, nuk e dija do më thënë që do u lodhja kaq shumë, sepse me çunin kam qenë regjim në këtë javë. Unë sot hyna ke java e 30, e shtatzanis, dhe unë javën e 30 kam qenë regjim me çunin. Nga java 23 deri në javën e 34, unë kam qenë vetëm shtri në krevat. Dhe javat e fundit shtatzanis, si kam shiju energjike me çunin. Thjesht kam një shtri, kam shiju ato lëvizjet e bebit, por që gjë tjetër jo. Po kështu, trish në këmbë që ka shumë e vështirë dhe po merr ka fryma shumë më kollaj se sa më merrte me Odin, plus që kam shumë peshë se me Odin, normale. Kam peshë unë vetë, jo se kam marrë shtatzani, se shtatzani 7 kg kam marrë deri tani, o zot faleminderit, por që po lodhem, po e ndjej që po vjen me vërtet fundi.
dita tjetër nga e nesërmja, do më thënë. Unë tani, sa ju pan makinë, e kam vendosur në një kënd shumë të keq telefonin, po nuk kam këtu te kjo makina mbajtëse telefoni, se kështu është kur burrit merret te makina, për ditë më jep nga një të re dhe nuk i kam ato gjërat e mia personale. Thash t'ju hap, t'ju marr me vete, sepse tani po iki për tek ekoja, do bëj një eko tek doktori im këtu në Durrës. E kam kështu taksative, shkoj çdo 2 javë këtu në Durrës, ndërsa tek amerikani e kam me datë 26 mars, por më kishte marrë malli të bëja eko dhe po iki thjesht ta shoh si është. Isha do kemi ndonjë pamje të bukur 3D, në rast se do kemi do filmoj dhe t'ja u tregoj. Dhe kështu pasa do ikim se ka mami me both thonjt. Edhe atje do ikim me mamin, do me thënë mos të rikot në shtëpi, po shkoj të bëj muhabet me mamin dhe me Mirsadën. Dhe kështu shifemi që do bëjmë ne jo gjatë ditës, do mundom të marr sa më shumë e vete.